Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse trupi juaj jep këto 8 shenja, tiroidja po kërkon ndihmë. Mësojeni para se të jetë vonë. Ju kap plogështia që pa nisur dita ose ndodhe kundërta, jeni më energjik se ç'duhet, djersiteni shumë dhe ndjeni vazhdimisht në ankth. Mund të jetë edhe faji i gjendrës së tiroides. Tiroidja është një gjendër në formën e fluturës në pjesën e përparme të qafës, e cila prodhon hormone që kontrollojnë thuajse të gjitha aktivitetet metabolike të organizmit. Kur nivelet e hormoneve janë shumë të ulta ose të larta, mund të përjetoni një sër simptomash të cilat ndikojnë drejt për së drejti në cilësinë e jetës suaj. Në këtë video, sipas health.com, do të rendisim shenjat kryesore që tiroidja juaj shfaq dhe paralajmërojnë se ajo ka nevojë për ndihmë mjekësore, pasi në të kundërt mund të ndikojë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja të përditshme. Është e rëndësishme të mos neglizhohen këto simptoma dhe të adresohen menjëherë tek mjeku juaj. Shtim ose rënje drastike nga pesha. Një ndryshim i pashpjegueshëm në peshë është një nga shenjat më të zakonshme të çrregullimit të tiroides. Shtimi në peshë mund të sinjalizojë për nivele të ulta të hormoneve të tiroides, një gjendje e quajtur si hipotiroidizëm. E ana sjellta, nëse tiroidja prodhon më shumë hormone se sa trupi ka nevojë, mund të humbisni peshë në mënyrë të papritur. Kjo gjendje njihet ndryshe si hipertiroidizëm. Hipotiroidizmi është më i përhapur tek njerëzit. Rënje theksuar e flokëve. Rënja e flokëve është një tjetër shenjë mosbalancimi të hormoneve të tiroides. Si hipertiroidizmi, ashtu dhe hipotiroidizmi mund të shkaktojnë rënje të flokut. Në të shumtën e rasteve, flokët fillojnë të rriten sapo të trajtohet sëmundja. Rrahje të shpeshta të zemrës. Hormonet e tiroides prekin pothuajse çdo organ në trup dhe mund të ndikojnë në shpejtësinë e rrahjeve të zemrës. Personat që vuajnë nga hipotiroidizmi kanë rrahje më të ngadalta zemre se sa zakonisht, ndërsa hipotiroidizmi mund të shkaktojë përshpejtim të rrahjeve të zemrës, mund të shkaktojë gjithashtu rritjen e tensionit të gjakut dhe një ndjesi sikur zemra po del jashtë nga vendi. Nëse keni këto simptoma, duhet t'i adresoni ato menjëherë tek mjeku juaj, pasi në të kundërt, çështja juaj shëndetësore mund të agravojë ndjeshëm dhe ka nevojë gjithashtu për trajtime më të specializuara. Tiroidja duhet të mbahet nën kontroll, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në shëndetin e përgjithshëm. Për të mundësuar një tiroide sa më funksionale, atëherë duhet të konsumoni edhe ushqime të cilat i bëjnë mirë shëndetit të saj. Por ka edhe ushqime të cilat duhet t'i qëndroni larg në mënyrë që ato të mos ndikojnë në shëndetin tuaj. Ulëntimet kanë treguar se përfshirja e produkteve të duhura ushqimore mund të ndikojë gjithashtu pozitivisht në shëndetin e tiroides, por cilat janë lëndët ushqyese më të rëndësishme për shëndetin e saj. Sipas health.com, do të rendisim disa nga produktet mirëbërëse për shëndetin e tiroides dhe produktet e tjera që duhet t'i evitoni me patjetër nga dieta juaj shëndetësore. Jodi është elementi kryesor i tiroides. Mungesa e theksuar e tij mund të shfaqë edhe probleme me shëndetin e saj. Jodi është një nga mineralet thelbësore që nevojiten edhe për kontrollin dhe shëndetin e tiroides suaj. Kështu njerëzit me mungesë të theksuar të jodit mund të rrezikohen nga hipotiroidizmi. Mungesa e jodit është shumë e zakonshme dhe prek gati 1/3 e popullatës botërore. Megjithatë, është pak e zakonshme te njerëzit e vendeve të zhvilluara si Shtetet e Bashkuara, ku kripa e jodizuar dhe ushqimet e detit të pasur me jod janë gjërësisht të disponueshme në aktivitetet tuaja të përgjithshme, sidomos edhe në një ushqyerje më të shëndetshme, e cila do të sjellë rezultate më të mira në shëndetin tuaj të tiroides. Gjithashtu, nëse keni mungesë të theksuar jodi, merrni parasysh të shtoni krip të jodizuar në vaktet tuaja ose të hani më shumë ushqime të cilat janë të pasura me jod. Këto ushqime mund të gjenden si algat e detit, peshku, veza dhe bulmeti. Është e rëndësishme të tregoheni të vendosur ndaj produkteve të cilat sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin e tiroides.
Vetëm kështu do të përmirësoni shëndetin e saj dhe do të parandaloni edhe komplikacionet. Suplementet e jodit janë të panevojshme pasi mund të marrin shumë jod nga dieta juaj. Disa studime kanë treguar se më mirë është që të merret përmes produkteve të mira ushqyese. Një tjetër produkt i rëndësishëm i cili është i shëndetshëm për tiroiden është edhe seleni. Seleni ndihmon në aktivizimin e hormoneve të tiroides, në mënyrë që ato mund të përdoren nga trupi. Ky mineral thelbësor ka gjithashtu përfitime antioksiduese që do të thotë se mund të mbrojë edhe gjendrën tiroide nga ndikimi i molekulave të quajtur radikalet e lira. Zinku gjithashtu duhet të jetë pjesë e recetave tuaja të përgjithshme, pasi mund të sjellë rezultate të mira në shëndetin e tiroides. Ashtu si seleni, zinku ndihmon trupin të aktivizojë hormonin e tiroides. Studimet tregojnë gjithashtu se zinku ndihmon trupin të rregullojë TSH-n, hormoni që thotë se tiroidja mund të lëshojë gjërësisht. Mungesa e zinkut rrallë në vendet e zhvilluara pasi zinku është i bollshëm në furnizimin e ushqimeve. Siç ka ushqime të cilat janë pozitive për shëndetin e tiroides, ka edhe një sër produktesh të cilat ndikojnë drejt për së drejti në ndikimin e problemeve të theksuara të saj. Salmoni është një tjetër produkt i rëndësishëm sipas ekspertëve që do të sjellë rezultate të kënaqshme në shëndetin e tiroides. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto, lloji më i zakonshëm i hipotiroidizmit, kanë gjithashtu nivele të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Dozat e ulta të vitaminës D gjithashtu lidhen edhe me probleme të theksuara të shëndetit të tiroides. Salmoni është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që duan të kenë përfitime më të mira në mbrojtjen e shëndetit të saj. Nëse doni të keni një tiroide më të shëndetshme, duhet të kryeni analizat e duhura, të mos neglizhoni shenjat dhe të adresoni çdo shqetësim tek mjeku juaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e tiroides janë gjithashtu edhe frutat e thata. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pasura shumë me selen, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve nga tiroidja. Seleni gjithashtu ka fuqi antioksiduese dhe gjendja autoimune e sëmundjes Hashimoto mund të rrizë inflamacionin. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose në parandalimin e inflamacionit përmes trajtimeve të duhura. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të tiroides janë edhe fasulet e bardha. Një kup me fasule të bardha të gatuara siguron 8 mg hekur, një mineral i cili është shumë i mirë për njerëzit, sidomos për gratë që janë në fazën e hyrjes së menopauzës, që kanë vështirësi ta marrin atë në doza të mjaftueshme. Mungesa në hekur mund të pengojë gjithashtu aktivitetin e enzimave të prodhojnë hormonet e tiroides. Duhet të keni parasysh dy gjëra. E para, trupi e ka të vështirë të përthitë hekurin, prandaj nevojiten ushqime të pasur me vitaminën C që ndihmojnë në absorbimin e tij direkt në trup. Siç ka ushqimet që duhet i konsumoni më shpesh, ka edhe ushqimet që duhet të evitoni nga dieta juaj, pasi do të sjellin ndikime negative në shëndetin e tiroides. Perimet e familjes së lakrës mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj të tiroides. Edhe pse ato janë të pasura me lëndë ushqyese të rëndësishme, duhet të mbahen sa më larg nga dieta juaj, nëse vuani vazhdimisht nga shqetësimet e tiroides. Ato përmbajnë enzima të pasura siç janë goitrogenet, që mund të ndikojnë në prodhimin e hormoneve të tiroides dhe të shkaktojnë më shumë inflamacione të tyre. Është e rëndësishme që problemin tuaj ta adresoni tek mjeku juaj, në mënyrë që të mos bëni edhe dëmtime të shëndetit të saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.